Andaj shumë prej muslimanëve, madje disa prej njerëzve edhe të ramë pre dhe viktim e propagandave, shpesh e diskutojnë hadithin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe thonë kinë se po kuptojnë diçka, se neve mjaftohemi me Kur'an. Por se Muhammedi alaihi salatu wasalam ka ardhur në shumë prej fjalëve të tij çortim i rrept për ata i cili thotë kështu. Andaj ka thënë sallallahu alaihi wasallam, mua më është dhënë Kur'ani dhe një diçka tjetër me ta. Kanë thënë dietarë dhe ajo është hadithi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj fjala Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për neve shpallje e Zotit te bareke ve teala e formuluar me gjuhën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa Kur'ani është fjala e Allahut drejt për drejt e dal prej tina. Andaj duhet ta marrim hadithin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kur të jetë i sakt me konsideratën më të lartë, nga se është ligj për muslimanët. Prej hadithëve që i kemi zgjedhur sot me fol për ta, është një hadith që dietarët e kanë cilësuar si hadithi përmbledhës i kuptimeve të Kur'anit. Andaj kanë thënë disa prej dietarëve, nëse e ulumton Kur'anin dhe i ndan gjërat krijesore të cilat dëshiron Kur'ani me i patë një musliman, të një rob i Zotit, kanë thënë përgjithësi i gjen këto katër pika që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj këto katër pika ishin e para: sidqul hadithi, me fol drejt. Kur'ani synon që besimtari me fol drejt, mos me rrejt. Rrena është gjëja më e shëmtuar në Kur'an. Madje Allahu xhelala kur i cilson pa besimtarët si pa besimtar, në shumë prej ajeteve u shoqëron edhe rrenën, sa ata rren, nga se rrena në gjuhën arabe do me thonë mos me kallëzue atë çashtu çysh është. Çdo sen që nuk kallëzohet çashtu çysh o rren. Andaj i thonë edhe gabimit rren, se nuk o çashtu. Mundet me kallëzu dikush diçka, ai nuk e synon me kallëzue gabim, po e kallëzon gabim. Arabët i thonë kedhebte, gabim e kije, kjo rren, jo si ti po rren, po nuk o çashtu. Andaj tha alayhi salatu wassalam, katër gjëra nëse i ki, nëse arrin mi pas, mos u mërzit çka të hup për kësaj dunjaje. A shpesh herë na hupin gjëra për kësaj dunjaje. E para me fol drejt. E dyta edaul amana. Mu ka njeri që ki amanet, që e ma fjallën, që e ma besën, që dikush mund me të besue, me thonë mama që ta, ruje që ta besoj fjallën e kështu me radhë. Dhe e treta tha alayhi salatu wassalam, wa husnu khaliqatin, dhe me pas çfarë? Moral të mirë. Besimtari nuk i ka hije me pas moralin e keq, karakterin e keq, sepse kjo e shëmton nga se ki thirët të dikush a shumë i madh, e pastaj morali i ti nuk janë në njëjtat frekuenca. Dhe e fundi tha alayhi salatu wassalam, wa iffetun fi tu'matin, dhe me pas pastërti dhe mu kanë e pastër ka fshata që ka e ha. Këto katër gjëra nëse e merr dhe studion Kur'anin, këto i kije. Kur'ani do me nxjerr një njeri i cili fol drejt, e mban amanetin, është i moralshëm dhe i edukueshëm dhe han pi hallalit. Krejt dispozitat këtu pari sillen. Andaj shumë prej ngjarjeve të cilat i keni lexuar dhe i kemi lexuar dhe i kemi dëgjuar, çfarë argumentojnë? Argumentojnë rreth këtyre katër gjërave. Ju kujtohet rasti me Khadijën radhiyallahu anha, kur i friksuar Muhamedi alayhi salatu wassalam prej shpellës pasi kishte fol Xhibraili, çka i tha? Laqad khashitu ala nafsi ya Khadija. Po tut na për vetë, oj Khadija. I ka fol gryes vet. Çka i tha Khadija? Tha kella wallahi. Tha jo wallah. S'munët, nuk mundesh ti mutut, nuk mundesh ti me ndodhe keqja. Pse? Fjalën e parë që ka përmend, cila është? Se ti i je i drejt. S'hup Allah. Nuk e hup Allah një njeri drejt. Herë do kur do ka me nxjerr në selamet. Një njeri i cili nuk rren kurr dhe mundohet më kanë i drejt. Dhe Allahu gjithë e sheket sinceritet dhe këtë orvatje për të kanë i drejt në zemrën e tina. Allahu e udhëzon, Allahu e drejton, Allahu na drejton të gjithë nga rruga e tina. Andaj mirë po duhet një herë të shikojna gjërat tona. Neve kur na premton Allahu shpesh ai përzim dy pika. Kur Allahu thot kush e ban çeta ja jap çeta. Na më shumë menomi a thu çish ma jap. Se sa çish mu bona sa ta çka duhet. Kur Allahu thot fol drejt, unë të ruaj, unë të drejtoj. Ti mos u merr me Allahu ka drejton. Ti merru ti drejtoju. Ti fol drejt. Por që Allahu xhallahu ala thot,
wa man yattaqillaha, kush i tutet Allahu xhelle xhelaluhu, yarzuqhu min haythu la yahtasib, Allahu i jep rizq ka se ka bo hesap. Njeri ka do hesape, do fletore, do mendime. Allah i thot, një njeri shka i tutet Zotit, na ja qojna një rizq jashtë ta fletores atina, jashtë ta logaritjeve të atina, e neve në takon mi pas frikë Allahut, më konë drejt, me pas moral. E Allahu këto premtimet leja atina, leja atina. Ti meru me detyrat e tua, e Allahu ti jep ato shka ti ka premtue. Andaj shiko Khadija i tha, jo, nuk e dinte që o pengamber, as Muhammed sam nuk e di këtë që o pengamber. Që i tha, jo valla, nuk ka mundësi, nuk mund është ti mutut, nuk mund është ti me të hup Allahu. Pse? Se ti e do të drejtën, dhe me këtë drejtësi Allahu e ka po pengamber. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur gjikon të drejt, dhe jehudët e përcjellnin, kojshi i kishte, kojshi. A dhe kojshia ti përcjell këtë detalet. Njëri për jehudive e pa një rast të cilën e gjikoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me drejtësi, edhe pse ishte kundër atina, kundër jehudive, e pa një jehudi dhe tha, bi hadha qamet as-samawati wal ard, tha me që këtë qështu drejt Allah je ma qilën dhe tokën. A mund me paramendue sikur Zoti hasha wa kella mos punon të me drejtësi, a ma qila, a ma toka? Jo. Çka dha jehudi tha, me çka drejtësi Allah je ma tokën. Andaj sot pa drejtësia i ka pru këto probleme në dunja, se njerëzit i kanë mush damart me rrejna. Qire në zere dinarin të rrejna, korruptosha, atë hup ftyra, a hup është kejt, s'ka problem, me rëndësi ma arrit dhe të dinari, me rëndësi, i thu kamata haram, s'ka vakt për kamatën, a i s'ka vakt as me t'guhe se kamata haram. E pastaj angohet për shumë për problemeve, edhe ma shumë kanë mushtu problemet, nëse na nuk i kthejllim i vetë vetës. Allahu në gjelala kër kush mundhe me mashtruhe, ta mundhe me mashtruhe të në tonë. Tha Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara, duke folë për drejtësinë dhe transparencën dhe fjalën e drejtë, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'un Allah wal ladhina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Sadaqa Allahu al-azim. Vërtetën e ka thënë Allahu xhallahu ala. Dëgjoni këtë ajet dhe pastaj këshirën e dunjën të shatu zhvillue, edhe t'i kthehemi pak edhe vetvetes. Thotë Allahu xhallahu, ka do njerëzi thonë edhe na i besojnë Allahu. Po mërqish jo, Zotin një, ti bis t'i këfa, e kështu më ra mundohet me shprej apo, dhe ditës ahiretit. Çka thotë Allahu xhallahu? Wa ma hum bimu'minin, ama ta s'janë për një me besimtar. Ata s'janë sinqert, s'folin drejt, s'kan moral, s'kan amanet, s'hajnë halal. Çka tha Allahu te bareke ve teala? Ata mundohen me mashtru Allahun. A di që shqipe dedi sa ka thonë njëni për tabiinve të mdoj, e Jube Sikhtajani, njëni për ulemave të mdojt muslimanve, te ki cili kanë mësue imamat, 4 imamat, e kanë morë ilmin për atina, e kanë të rëshëgue. Kanë thonë, vallaj jam t'i pa do njerëzi që t'u pari, janë të mashtru Allahin që shë mashtrujnë një fmi. Munohë. Kini pa një fmi kër e limon? Haj, qko. Qeni dinar, qedi dinar, shko. Qështu do njerëzi munohë me mashtru Allahin? Ani, haj, se e bojnë anë. Po, ani, edhe si hoxha që shtoje. A di me kanë kipun Rabbul Alemin, Zotin e botrave, tanal damarin vend, qka i ban atina? Allahu Gjellalu shumë ma i madhë se sa na qka mujna me paramendue. Andaj duhet me morë Allahu me seriositet, dhe pëkrish kjo nerve me të sinë Allahu ju dhëzon njerëzit. A je i sinqer, a nuk je i sinqer? Qka tha Allahu Gjellalu? Mundohen me mashtru Allahun dhe besimtarët. Ama ata veç vetën janë të mashtruhe. Andaj sidqul hadith. Dhe të përmeni një gjarë i shkurtimisht dhe me këta e përfundojna. Ne e dim gjarën e Khadijës me pejgamberin s.a.s. Po ka dhe njerëzit thjesht ka ju ka ndodhë kjo. Njerëzit thjesht kuptimin e si janë pejgamber. Ka qenë djetari madhë në shekullin e 6, i cili ka jetu në pjesën e Iranit sotshëm. Atër ka qenë e muslimanve, jo e shijave. E ka emin a i vend Gjilan, quhet kjo alim Abdul Qadr el Gjilani. U gjallartë ulemat e njojnë këtë alim. Ky e ka morë çantën me shku me kërku e ulema, me lip djetarë në përvende tjera me kërku e ilm. Dhe nanën e ti e ka pas edukatore. Ja ka mush çantën me pare. Ka thonë që djali jam shko lip ilm.
Ka thonë ojna, nëna ime, cila është porosia jote? Ka thonë, o birja, mu në vesh një fjallë, mu me ta thonë zdi ma shumë. Ka thonë, mos rrej kur. Qoftë edhe nëse bahat puna me nuk të shpëton, pos rrejna, mos rrej. Si t'jesh me një krizë, e di që vesh me rrejt pështon, mos rrej. Ka thonë Allah i trunë, zdi ma shumë mëne. Edhe e ka marrë këta. Ai ka ditë shumë ma shumë se nëna vetë. Por këshilla nënës vetë e ka pështue. Rrugës me karavanin e njerëzve e ndalin disa rrugaq. Njerëzve ku tau tariki thojnë arabët, ata që dalin rrugë plaçkash, apo sot përdorën me termin me mafia e kështu me radhë. Ndalin dhe i kontrollojnë me umër parët. Zakonisht fëmijët nuk i kontrollojnë, apo zakonisht fëmijët nuk i kontrollojnë dhe malet të trajton. Atëherë e pyesin këta, ti be gjallë i ri, a ki pare? Thot po kam, çantën plot e kam. Dhe ato që ditën që i shka mundësi ki me kalzu drejt. Thot kina shta të baj i gare. Thot vallaj plot e kam qenë den dinapot kalzoj. Sa pare i kam? Ja kalzon kitë parët. Ato e morin e kontrollojnë i gjenë parët fix sa i ka kalzue. Edhe e morin të i madhi. Po i kanë do, kështu, pijuna pas sa i shkojnë të i madhi. Edhe pse veti kalzove gjithë të pare ku i ki morë. Thot nëna ime mi kalon jam të shku me kërku ilm, Kur'an dhe hadith. Thot nëna jotit ka thonë, po tha kur më lapi për cili, tha o birjam kur mos rej sa Allah i të nimon. Tha subhanallah il adhim. Ti në nëntane e kingu, une që sa vjetë këtu i nali njerëzit, e Allah i ka thonë mësë ban zullum. Ka thonë ti, ka thonë hetë si i lirë, meri paret. Thot Abdul Qadir il Gjilani, thot nga bo hajrë porosia në nësteme. E kjo porosi ka cene pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj u pit njërë bidjetarve të mdojt, Sufjan e Thauri, i thanë, qka me kalzu drejt? Tha, kur nuk të pështon vesh rrejna. Tu pi qaj, leta me kalzu drejt. Ama me një ven, nuk të pështon ti, e pi do një krizet madhe, vesh rrejna, edhe ti kalzon drejt, që atëherë je i drejt. Andaj tha sallallahu aleyhi sallem, kush i ka këto 4 pun, më spërzitet, je i drejt, ki moral, ki amanet, han halal, edhe pse pak po halal, dije se ketë që ka të ka upi dunjajës, është pak. E lusmi Allahu gjellë gjellë që zotë njën të bare kjo e tala, na mundëson mu të cilësu me këto cilësit e larta, dhe sa ti ka përmejnë pejgamberi jonë sallallahu aleyhi wa sallam.